Kam mirë kuptimin tënd, Kopliku. Me këtë logjik ka ndodhur dje një skandal i për masave të padëgjuara, për disa mund të jetë një gjë e vogël, po në realitet është zhveshja totale e pushtetit para përdorimit të administratës. Kuvendi i Shqipërisë poston manitën e EPS-s, të lutem regjia më gjej pak foton e postuar nga Kuvendi i Shqipërisë ditën e djeshme, se është absolutisht thelbi i përdorimit të administratës në fushat elektorale dhe si pron private, dhe cila ka qenë përpjekja e kryetares Kuvendit Elisa Spiropali. Ka telefonuar vetë mediat për ta fshirë. Ky është postimi, e kanë fshirë pas pak minutash. Tani, çështja është, pse nuk doli Elisa Spiropali, thoshte, ishte një lapsus, u bë padashje. Pse nuk e bën dot këtë? Sepse për ndryshe do duhet pranonte që ata njerëz që kontrollojnë faqen e Kuvendit të Shqipërisë dhe punojnë në Kuvendin e Shqipërisë, në fakt gjithë ditën e kalojnë duke postuar për Partinë Socialiste dhe janë të njëjtët njerëz. Do duhet pranonte përdorimin e administratës për interesat partisë, për interesa private, për interesa personale. Këtë nuk e bën dot, por kjo është pika ku jemi. Që jep edhe një shembull tjetër, Bashkia e Shkodër para disa ditësh, duke pas parasysh, pra është e njëjta logjik, pra janë shkrimë portalet, janë shkrimë mediat online, janë shkrimë mediat lokale, mediat përtej mediave lokale. Një ditë para 2-3 javësh bëhet një postim në faqen e Bashkisë. A dëgjohet? Po. Në faqen e Bashkisë Shkodër bëhet një lajmërim. Aksident tragjik në aksin Filan Fistek. Pra menaxheri që përdor pra faqet portalet online që janë në shërbim normalisht vërtetës për publikun, ishte ngatru faqen, pra. Domethënë të njëjtit persona që publikojnë për të vërtetën, pra për këtë industrinë e të vërtetës, që mediat e pavarura, kishte postu aksident tragjik linkun e portalit në faqen e Benetbecit ose të Bashkisë Shkodër. E kam të regjistruar në telefon. Pra, është pak ashtu një njëjti rast me rastin e Elisa Spiropalit, pavarësisht se tek rasti i Kuvendit të Shqipërisë nuk është bërë aksidentalisht, po është një lloj vullnetarizmit për me tregu servilizmin e tyre dhe nënshtrimin ndaj partisë. Por derisa mund filloj herë te çështja e administratës. Presioni i administratës është i jashtëzakonshëm dhe kanë arrit një pikë arrogancë dhe një pikë, po themi, e konsiderojnë veten si zotat të këtij shteti, saqë tash edhe një herë, rrogën që paguan administrata e shtetit, siç tha zoti Neza, duhet me kenë garantët e transmetimit të vërtetës, e konsiderojnë se me kenë punëdhënësi i tyre, se më thonë. Dhe ky është problemi i jashtëzakonshëm që ne duhet ta dokumentojmë dhe ta denoncojmë. Dhe se kam përshtypjen se titulli më i bukur i qendrimit të Nezës, i analizës Nezës, është portalet opozitare postojnë pasdite